No, they don't say moj in Kosovë. Moj thrisni goc. Nuk fon ashtu nga Kosova, bo mashtruat. Moj fon goc. Edhe në Kosovë nuk i fon moj, bo u lozët lojeve provuat mbani njerëz që duan të bëjnë memet, bëjnë të famshëm. Mas lozni intriga me mua se. Fix, come on. Alright everyone. Të gjotani, Bajrami ka mbaruar, Ramazani mbaroi. Seriozisht, skuadra ime, skuadra Gucci-t, seriozisht është koha të fillojmë të rregojmë avazën e gjumit. Natën do flem gjumë, qa ore foni do bijem gjumë? 12. Në orën 12 do flem gjumë, do zgjohemi shpejt, nuk ka më tërë natën zgjuar, do filloj me avaz, me rutin. Kush është me mua edhe më do mua, do i stopojmë këto tërë natërat. Nuk do rrim më zgjuar tërë natën, do fillojmë të rrim me avazin e gjumit në orën 12 natës, çdo gjë fikur. 1 orë para se të bijem gjumë nuk do prekim telefonat, nuk do shikojmë televizor, e të lexojmë një libër. Këtu duhet besojmë njëri tjetrin. Nuk kemi për të ndajtur më tërë natën zgjuar. Tani kemi 2 opsione. Këtu më duhet çikdim, duhet bëjmë një vot. Kemi 2 opsione. Opsioni i parë është të rrim zgjuar deri në orën 6. Jo, më mirë është blëbijem gjumë tani, flem gjumë tani, ja. Zgjohemi shpejt në orën 12, do me thani bëm 7 orë gjumë. Po orëm gjumë tani, zgjohemi në orën 12, 7 orë gjumë është okej, është gjë e mirë. Pastaj, subhanallah, nga ajo që i bëj gjërat shumë fshera si, kemi dhe orarin e sabaut, për ata që janë në rrugën e fesë të islamit, për shokët e mi dhe shoqet e mi, vëllezërit e mi, motrat e mi që janë në rrugën e fesë të islamit, do i stopojmë live-et tërë natën zgjuar, do fillojmë të flem gjumë para orës 12. Është mirë të reagojmë avazin e gjumit, që t'jemi më me energji, e dukemi pak më të zgjuar. Tahrim, thank you, love you.